Mirë, këto kanë qenë disa prej informacioneve ku ne vendosëm të përqendroheshim. Në këtë moment do të shkojmë në Kosovë, aty ku në fakt procesi zgjedhor doli që ishte shumë i mbarë, sepse edhe procesi i numërimit ishte i shpejt, por me sa duket një proces rinumërimi në disa vendvotime nxori në parë që kishte problematike, kishte kandidatë të cilët kishin më pak vota dhe kjo bëri që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të vendoste që të kishte një rinumërim të gjitha votave. Ne do të kemi në këto momente gazetarin Kemal Berisha, i cili do na sjell pak më shumë informacione mbi këtë proces rinumërimi dhe si është pritur nga partitë politike, nëse të gjitha kanë qenë dakord, por besoj që kanë qenë unison në këtë drejtim. Mirëmëngjes Kemal. Mirëmëngjes Kemal. Mirëmëngjes Flori, mirëmëngjes Betjena. Kënaqësi të kemi Kemal për të folur në fakt për këtë proces rinumërimi, edhe pse të doja në fakt çdo gjë të kishte shkuar mbar nga 28 dhjetori dhe në atë ritmin e shpejt që patët për të numëruar votat, por duket se nuk ka qenë kështu. Çfarë bëri? Unë e thash në mënyrë të përmbledhur që pati rinumërim në disa vendvotime, po na sqaro pak më mirë çfarë ndodhi që solli, le të themi, një vendim për të rinumëruar në të gjitha vendvotimet. Siç e thatë dhe ju, në fakt 28 dhjetor u mbajtën zgjedhjet jashtëzakonshme parlamentare dhe procesi i numërimit të votave për partitë politike në fakt shkoi gjithçka mirë, por kur erdhi çështja për numërimin e votave për kandidatë për deputet, atëherë gjithçka u ndryshua dhe duke ditur që në disa bashki në Kosovë, disa kandidatë për deputet kishin shumë, si them, vota, dhe ka që në komuna tjera shumë pak, atëherë lindi dyshimi, falësh pak. Po. Mirë, po japim pak kohë Kemalit në mënyrë që ta kemi komunikimin më të qartë. Merr kohën tënde, merr kohën tënde, Kemal, nëse Po, patjetër. jemi në rregull? Perfekt. Edhe kjo prandaj unë ngre dyshimi se duhet patjetër të bëhet rinumërimi. Dhe tash në gjitha komunat e Kosovës do të ketë rinumërim të votave. Cilat ishin ato komunat e para që deri me 30 janar. Ku ndodhen ato problematikat e para? Cilat ishin ato komunat cilat e nxorën më shumë në palë, themi, këtë parregullsi të procesit të numërimit të votave, që edhe u Ishte Prizreni, them drejtën, është si komunë më problematike, si komunë e madhe, pastaj Feriza dhe disa komuna tjera të vogla. Pas kësaj u konsiderua pastaj që në fakt edhe presioni i shoqërisë civile ishte që duhet patjetër të ketë rinumërim në gjithë vendin. Po a është një numër votash që do të ndryshonte rezultatin, Kemal, apo do të ndryshonte lidhjen e kandidatëve? Jo, Flori, problemi kryesor këtu është të kandidatët për deputet. Pra, pjesa tjetër e partive politike, ato numërimi votave për parti është mbaruar komplet, gjithçka ka shkuar mirë, por kjo është, domethënë, problemi kryesor tani është tek kandidatët. Pra, mbrana subjekteve politike, në bashkëpunim me komisionerët, kanë bërë manipulime, pra, ja kanë marrë një kandidatit disa vota edhe ja kanë vendosur një kandidatit tjetër. Kjo është çështja. Për shembull tek Prizreni mund ta përmendim një kandidat të Partisë Demokratike të Kosovës, i cili ka marrur 6.000 vota, që pastaj janë hequr duke ditur që e kanë konsideruar që ka manipuluar me vota. Kështu që tash sigurisht kanë filluar dhe hetimet dhe gjithë komisionerët ata të cilët konsiderohet që kanë manipuluar me procesin zgjedhor, me çështjen e votave, padyshim që do të përballen me drejtësinë. Si thashë më herët, procesi nuk duhet të vonohet për shkak të kohës që kemi tani që duhet zgjedhet Kuvendi i Kosovës, kryekovendari, pastaj qeveria dhe të vazhdohet me proceset që na kanë ngelur në gjyqë. Po, është kohë e kufizuar, megjithatë duke marrë parasysh numërimin e parë që u bë më njëherë pas zgjedhjeve, sa zgjati si proces për të kuptuar se rinumërimi në fakt do të zgjasë ndoshta edhe më pak, për sa kohë tashmë strukturat janë gati. Po, domethënë tash presim që deri me 30 janar të përfundoj çdo vonesë sipas shoqërisë civile e organizatave që kanë monitoruar zgjedhjet, mund të ketë pastaj probleme tutje, sepse ne e dimë që kur të formohet qeveria, gjithçka tjetër duhet patjetër fokusi shkojë tek presidentja, sepse deri me 4 mars duhet presidentja patjetër
të zgjidhet, sepse e dim që me 4 prilli s'ka dhënë një muaj me herët është afati kushtetues, kështu që patjetër që duhet procesit mbaroj sa më shpejt. E qartë, Kemal, të ky proces i rinumërimi, ndoshta e fundit për ta përmbyllur, a do të përfshihet edhe vota e diasporës, apo nuk kanë evidentuar problemet? Më falë si të një herë? Vota e diasporës do të përfshihet në procesin e rinumërimit, apo nuk janë evidentuar problemet? Jo, s'ka, nuk besoj. Kjo është në aspekt përgjithshëm, pra nuk janë se specifikuar, janë përcaktuar që të gjitha kutitë e votimit duhet të numërohen, që bie që përfshin ato të diasporës. Kemal, unë kam një pyetje të fund, duke qenë se ti e ceke pak më herët që do të ketë edhe një hetim, apo jo, çfarë pritet të sjellë dhe si veprohet në rastin që, le të themi, ka prova të konsiderueshme për manipulim të zgjedhjeve, çfarë parashikohet? Tani Bekena, do të thënë një gjë, një detaj që periudhë parë, prej so janë zgjedhjet prej pas luftës, Kosova kur s'ka pasur një keq përdorim të tillë të votave të kandidatëve për deputet. Dhe kjo ishte era parë dhe në një farë mënyrë ishte e befasueshme, edhe tash sigurisht që organet kompetente do të merren komplet me procesin edhe mbarvojt në çfarë do të ndodhë në fund, por unë besoj që kjo gjë e ka ndryshuar rrjedhën e procesit edhe për zgjedhjet e ardhshme. Duke ditur që e kanë identifikuar që brenda partive politike gjithmonë pas ka pasur tendenca që njëri tjetrit t'ia vjedhë vota një farë mënyrë, sepse kjo çështje është te komisionerët, pra marrëveshja me komisionerët që një individ i caktuar nëse ka marrë 100, 200, 300 t'ja shkruaj aty 1, 2, 3 vota dhe gjitha vota tjera t'ja hedh kandidatit tjetër për deputet. Por kjo është lehtë e menaxhueshme sepse kanë ekzistuar dhe kamerat, edhe pse ndoshta jo afër, por e din pak a shumë në secilin vend votim ose vend numërim të votave se cili komisioner ka qenë ato, kështu që besoj që do t'i identifikojnë edhe pastaj do të shkojnë para drejtësisë. Ai qartë. Kemal, falenderojmë shumë për çdo informacion që na përcjell nga Kosova, me shpresën që Kosova të mbetet sërish një vend model edhe me procesin e rinumërimit të votave. Faleminderit Kemal, ditë të mbarë. Faleminderit.